Mbeturinat e grumbulluara pranë kryqëzimit të rrugëve Draqin, Lagja, Mark Lula po shtohen dita ditës, pavarësisht se rritja e temperaturave dikton largimin sa më të shpejtë të tyre. Në këtë pikë hidhen mbetje nga më të ndryshmet, përfshirë edhe ato të njësive të biznesit dhe mbetje inerte, edhe pse ndodhet një tabel paralajmëruese që ndalon hedhjen e mbeturinave në këtë zonë. Por për fat të keq, këto mbeturina jo vetëm që hidhen, por edhe lihen për disa ditë pa u pastruar, siç tregojnë edhe pamjet filmike që dëshmojnë gjendjen e krijuar. Duket se kjo zonë periferike e qytetit konsiderohet e tillë edhe për sa i përket kujdesit institucional ndaj evadimit të mbeturinave, por kjo është e papranueshme. Detyrimi për pastrimin e qytetit shtrihet në të gjithë sipërfaqen e tij dhe nuk mund të anashkaloj zonat periferike nga kontrolli, sidomos në rastin konkret kur kjo zonë është pjesë e hartës turistike të Shkodrës. Ajo përfshin kodrat e Tepes, Kalan Rozafa dhe Xhamin e Plumbit, të cilat vizitohen çdo ditë nga shumë turistë. Në këto kushte është e qartë se çfarë imazhi të rënd u përcillet turistëve nga vatrat me mbeturina përgjatë rrugëve kryesore që lidhin këtë zonë, përmendur rrezikun më të madh që këto mbetje përbën një burim serioz sëmundjesh për shëndetin e qytetarëve, veçanërisht gjatë verës kur temperaturat e larta i bëjnë ato shumë më kërcënuese.